Ja, fëmijët të duan dhe ndihen të sigurt pranë teje. Prania jote rrezaton qetësi dhe dashuri, duke të bërë një person tek i cili fëmijët të besojnë dhe ndihen të tërhequr, të mbrojtur dhe të hapur. Numër 2, kafshët ndihen rehat pranë teje. Ata ndjejnë energjinë e pastër, sigurinë dhe praninë e një personi me një zemër dhe një shpirt të mirë e të pastër. 3. Njerëzit e huaj ndihen të lirë të tregojnë hallet dhe historitë e tyre. Edhe pse nuk të njohin, ato e ndjejnë se janë të sigurt me ty. Ti pasqyron një ngrohtësi dhe mirëkuptim që i bën njerëzit të hapen dhe që të besojnë. 4. Prania jote sjell paqe në ambiente të tensionuara. Në situata të vështira, prezenca jote ndihmon në uljen e tensioneve dhe shpërndarjen e qetësisë. 5. Shpirti yt frymëzon të tjerët të jenë më të mirë. Sjelljet dhe morali yt i lartë nxit njerëzit përreth të bëjnë vepra të mira dhe të ndjekin shembullin tënd. 6. Fjalët e tua ndihen të sinqerta dhe frymëzuese. Të tjerët ndjejnë lidhjen tënde të fortë me Allahun përmes fjalëve dhe veprimeve. 7. Njerëzit të xhelozojnë, por ti nuk e di pse. Drita jote e mbrëmshme dhe paqja shpirtërore ngjall ndjenja xhelozie tek ata që nuk janë të lidhur me Allahun, që nuk janë në rrugë të Allahut dhe nuk e kuptojnë burimin e asaj drite. 8. Ti i irriton njerëzit toksik, sidomos ato që janë të gjinosur, vetëm me praninë tënde. Energjia jote e pastër dhe drita hyjnore i trazon gjindët e tyre që jetojnë errësirë ose negativitet në mendjen dhe trupin e tyre. 9. Njerëzit kërkojnë afërsinë tënde pa arsye të dukshme. Drita jote shpirtërore, nuri të bën një magnet për ata që kërkojnë paqe dhe mbështetje dhe pa e kuptuar plotësisht vetë. 10. Nuk përpiqesh të bësh përshtypje për prania jote lë gjurmë. Thjeshtësia dhe sinqeriteti yt bëjnë që të tjerët të të nderojnë dhe të të respektojnë. 11. Disa njerëz ndihen të pasigurt përballë teje. Ata që nuk ndihen në paqe me veten shpesh ndihen të sfiduar nga besimi yt në Zot dhe energjia jote pozitive. 12. Ti nuk kupton gjithmonë ndikimin që ke kur shkon diku ose je me dikën. Drita jote shkëlqen aq shumë sa që ka ndikim të madh tek njerëzit. Ndonse njerëzit ndihen të prekur nga drita dhe energjia jote, ti shpesh e jeton jetën me thjeshtësi pa u përpjekur të fitosh vëmendje. Kjo dritë vjen nga lidhja jote me Zotin tënd dhe nga sinqeriteti i zemrës, duke ndriçuar çdo vend ku shkel. Dhe e fundit, 13, drita e fytyrës tënde